Që nga janari i këtij viti, çështja e pagës minimale në Kosovë hyri në një fazë të re. Kjo me që qeveria e Kosovës ka marrë vendim që paga minimale të rritet nga 350 në 425 euro për të gjithë punëtorët me orar të plot. Bazuar në vendimin e qeverisë, në korrekt paga minimale do të shkojë në 500 euro. Megjithatë, sindikata e punëtorëve të sektorit privat paralajmëron masa në rast se ky vendim nuk zbatohet në praktikë. Punëtorët tonë në këto institucione janë në vende shumë të ndjeshme, për shembull në për spitalet Kosovës ku qeveria paguan kompanitë private për shërbime dhe nëse ajo nuk e aplikon pagën minimale, realisht domethënë neve na jep të drejtë vetë kryeministri që të ndalim shërbimet që i kemi. Po përsëris, ne jemi të përgatitur dhe i kemi paralajmëruar që 2 herë që këto kalkulime institucionet përkatëse ta bëjnë dhe mendoj që nuk është një shumë që degradon aq shumë, por po nismi nga ajo që të kemi sukses. Nëse jo, normal që ne do ta ndalim shërbimet tona. Duke folur për kompanitë të kontraktuara nga qeveria për të kryer shërbime, Azemi thotë se gjithë bara e zbatimit të pagës minimale i takon ekzekutivit. Tani qeveria e Kosovës ka marrë vetë vendim dhe qeveria e Kosovës është e obliguar që ndryshimin prej pagës 350 euro në 425 euro, këtë ndryshim duhet ta bëjë qeveria e Kosovës, jo kompanitë private. Për këtë edhe kemi thirrë kompanitë private që ta bëjnë kalkulimin e ndryshimit të kësaj page dhe tua specifikojnë, të qesin në institucione përkatëse që ata duhet ta subvencionojnë pagën minimale prej 425 euro. Por se çfarë do të ndodhë me ato kontrata të cilat janë të nënshkruara me 350 euro, e tani paga minimale është rritur? Çdo kontratë, momentin kur arrihet në marrëdhënie kontraktuale, natyrisht se do duhej që të uleshin dhe të rishikohet ajo kontratë, sidomos njëjtës kontratë të shtohet një aneks, duke u thirrë në vendimin cilin e ka nxjerrë qeveria. Në Reca i thotë se ky vendim duhet të zbatohet nga të gjitha palët, në të kundërtën do të ketë pasoja ligjore.